I kam hy gruas në hak, ajo s'ma ban halal, çfarë të bëj? Jo ty, por të gjithë të tjerët, po I këshilloj që me pas kujdes kërkuj mos me hy në hak. Aq më shumë bashkëshortes, sepse është shoku apo shoqja e jetës. Edhe është shumë e nevojshme që me kuptu këto prej fillimit. Zakonisht djemt e ri po ju bëjnë zullum grave të veta. Pastaj mas 10 vjet e martesë po fillojnë me kqyr gratë e tjera. Stakfurullah. Kur ju bëjnë 20 vjet martesë, pastaj po ulën. Po zbuten, po kthehen ka gratë e veta, po ato të shkretat masanina kanë hek edhe s'po mundën me u bë halal. Ruajeni. Tjetra, ti bën dua vëllai dashtën, bën dua te Allahu xhaleshanu që Allahu me ta ruajt, me ta forcu, me ta fal këtë bashortën nga mëkatet. Domethënë bën dua çat shumë për ta, edhe nëse ajo nuk ta bën halal ty më njëherë, inshallah taala me duat e tua që I bën fshehur azia saj për hir të Allahut, jep sadak po ashtu për ta. Allahu ka më zbut zemrën, edhe nëse nuk ta fal, në ditë kiametit ajo ka më marr vesh se ti e lut për ta, ke dhënë sadak për ta, edhe nuk ka çare me një farform pa ta fal kur ta shes sa të mira ti ke bën në emën të saj, për shpirtin e saj dhe pësa është ajo gjallë. Pastaj sillu mirë, mundoha me përmirësu atë gabim që ajo nuk po ta fal, me përmirësu denat masa ajo me u bind për një mend që se ndoshta ke thuj shumë. Edhe me kalimin e kohës inshallah taala zbutët. Sillu mirë, përmirësoje me veprat tua atë gabim.